は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンKush valli e ti, a? Ne nuk e tregojmë identitetin, po nuk e keni problem. Ky zë mua po më duket shumë i njohur. Po, është mjeshtri Daisojo. Ka kaluar shumë kohë, miqtë e mi të vjetër. Mjeshtri Daisojo. Më vjen keq, por ju lajmëroj se Bisha Egër është ringjallur. Po, e di. Çfarë është ajo? Kjo është mandala, një tablo e botës tjetër dhe e qiellit. Me magnitshme, sekreti famshëm i Kokujës, mandala e botës tjetër dhe e qiellit. Ky tapet i shenjtë është një përshkrim i shkatërrimit të botës në duart e Bishës së Egër. Kur ato dërgojnë krijesat të shenjta që janë rizgjuar nga një yll i zi në qiell, Bisha do t'ja kufizojë fuqitë. Ç'dëgjova? Një yll i zi the? Kazue, ai ishte atje. Po, ne kemi të dhëna të mjaftueshme që na tregojnë se ekzistonte një vrim e zezë që po zmadhoi me shpejtësi në qiejt verior. Me sa duket, plani i veprimeve që është përshkruar tek mandala do të bëhet realitet së shpejti. Çfarë ka të bëjë vrima e zezë me Bishën e Egër? Bisha që pe në mal nuk është Bisha e Egër në formën e saj të vërtet, por ishte vetëm një pjesë e saj. Kur Bisha e thërret vrimën e zezë dhe bashkojnë fuqitë e tyre, atëherë bota do të presë një fund të tmerrshëm, do të ndodhë një shkatërrim i plot. Me fjalë të tjera, i gjithë universi do të gëtitet nga kjo vrimë e madhe dhe e zezë. Është afërsisht si shpërthimi Big Benit. Po çfarë është ky vend? Jam i vdekur apo çfarë? Ha? Kush është aty? Roh. Nën, me të vërtet ti je? Nuk duhet të hysh këtu brenda. Po përse? Më dëgjoro, një pjesë shumë e rëndësishme të ardhmes tënde nuk është përmbushur ende. Më beso për këtë. Çfarë? E ardhmja ime? Në Kaxhakuja do të përgatisim një kufi të ri, me shpresën për të mbyllur brenda Bishën e Egër. Çfarë, një kufi të ri? Ashtu është. Hija e Bishës së Egër do të kalojë së shpejti mbi fshatin mbrojtës. Fatmirësisht ky vend ka fuqi shumë të mëdha. Për afër 1000 vjet, ky vend ka mbajtur farat e Karumës të mbyllura fort. Nëse duam të kemi sukses, ky vend është shpresa jone vetme për ta mbyllur brenda Bishën e Egër përgjithmonë. Kjo do të thotë që ne mund ta shpëtojmë botën? Nuk dua që t'ua them këtë, por mos kini edhe shumë shpresë. Kjo gjë nuk është aq e lehtë sa duket. Edhe nëse do të jemi në gjendje ta mbyllim brenda Bishën e Egër, ajo që po bëjmë është se po e mbajmë larg që mos bashkohet me vrimën e zezë për disa ditë. Pra ti do të thua se po kursejmë kohën edhe? E di që nuk është kjo ajo që doni të dëgjoni, por kjo është ajo që mund të bëjmë.
Detyra jon është ta mbyllim brenda bishën e egër. Ne të Kaxhakujës do të përdorim të gjitha fuqitë tona për ta realizuar këtë. Me ndihmën e priftrinjve nga i gjithë vendi. Këta priftrinj kanë ardhur së bashku si një shpirt I vetëm për të na mbështetur ne në lutje dhe ta fokusojnë të gjithë energjinë për një synim. Mos u shqetësoni miq. Ne duhet të mendojmë të gjithë një mënyrë për ta shpëtuar botën. Nuk kemi mbaruar ende. Ke të drejtë. Besoni në fuqitë e mjeshtrit Ozuno. Çfarë po shikon ashtu, Goki? Ej, Zenki! Zoti Daisoxha, nëse ka ndonjë gjë që ne si shkencëtar mund të ndihmojmë, ju lutem na I thoni. Në fakt ti mund të jesh një ndihmë e madhe. Mirë. Kazue, duhet të bëhemi gati. Po. Dua të ndihmoj edhe unë. Të gjithë duhet të lëvizim. Në rregull. Zito, shoqërues besnik. Ma prit dhe mua prift. Do vi edhe unë me ty. Zenki, zgjohu, do vish apo jo? Eja, nuk është koha për gjumë tani. Po, ako, ashtu është. Çaki, ka mundësi, Ata duhet jenë vërtet të raskapitur. Po. Pra do I lëvizësh këmbët. Po vi! Profesor, çfarë është kjo? Është pikërisht një përforcues I fuqive fizike që kemi shpikur për qëllime kërkimore. Bashkë me të, do të mbledhim dëshirat e të gjithëve dhe do t'i zmadhojmë. Kur bisha e egër të kalojë në përfshat, do t'a gjuajmë dhe do t'a kapim. Është një kurth me teknologji të sofistikuar. Duhet të gjejmë kohën e duhur. Dakord, profesor, të gjitha pajisjet janë gati dhe po presin të gjuajnë. Mirë, dhe tani ndizini pajisjet. Kuribayashi! Në rregull. Ja ku është! Dhe po vjen me shpejtësi nga lindja. Më në fund ndaloj.
Ju lutem, vajza boll, kjo do të na kursej më shumë kohë. E gjora, vajz, sa e lodhur po më duket. S'ka pasur kohë fare të pushoj. O, pasardhësit e mi të dashur, njerëzit së shpejti do të bashkohen bashk dhe do t'ju japin ju fuqi të reja. Përdorin në këto aftësi me mençuri. Zgjohu tani Çaki dhe te kaloj fuqitë e mia. Çaki! Çfarë ke kështu? Ne jemi të gjithë banor të fshatit Mbrojtës. Qëllimi ynë është i shërbejmë së gjyshit ton Eno Zuno dhe tani është radha jon. Ke plotësisht të drejtë dhe ne nuk mund të rrim të shikojmë këtë botë ndërsa i vjen fundi. Po! S'ka mundësi! Çaki! E mahnitshme! Mendoj se e kapa fitoren time të dytë. Shikojni gjithë këta njerëz, duket sikur nuk do t'jemi më vetëm. Ne jemi këtu, së bashku. E mrekullueshme. Faleminderit, Djema, faleminderit. Mjeshtre, unë kam për të qëndruar në krahun tënd, derisa të vi me të vërtet fundi. Mos krijoni ide të gabuar, Çaki. Në të vërtet nuk po luftoj për qenit njerëzore, prandaj as mos e çon në përmend të më falenderosh, e kupton? Zenki! Kjo është personale dhe nuk dua të riduar kryq derisa fare të shkatrohet. Kur dita të kaloj, fillon lufta! Ktheu përsëri në mbretërinë e njerëzve dhe mbylle brenda bishën e egër Ro. Ti duhet ta përmbushësh fatin tënd. Nuk do ta bëj. Çfarë? Përse duhet të përcaktohet e ardhmja ime? Gjërat nuk funksionojnë kështu. Unë u rrita si biri e ngajt. Mikun tim të vetëm kokutejnë ma morën, pastaj humba nënën. Nuk mund të duroj dot më. Ro. Nëse ky është vërtet fati im, do të bëj diçka për ta ndryshuar atë. Unë nuk jam kukull për të luajtur. Ro. Unë do të kthehem përsëri, po për veten, vetëm për veten. Çfarë po ndodh këtu? Që jam këta?
mos, po sulmon njerëzit me qëllim që të zvogëlojë fuqinë e vullnetit të përbashkët. Këto janë shpirtra të këqinj që vi rrotull bishës e egër. Nuk janë shumë të fortë, por janë të shumtë në numër. Të lutem, ki kujdes! Shpata me dy tehe! Ja! Shkopi dragoj të tokës! Morët fund! Ndaj! Zenki! Zenki! Zenki, çfarë je duke bërë kështu? Dil që andej, Zenki! Nuk e ka më bysylikun! Nuk e ka më fuqin që të them fjalët magjike për të kthyer në mbrojtës! Mbrojtësi Zenki! U ringjall përsëri. Nuk mund ta besoj, Zenki arriti të thot fjalët magjike me energjinë e zemërimit. Dëgjoja atë bishtë të mërshme. Ajo është duke qeshur me ne. Goki, më bëj të fluturoj me shkopin e dragojit të tokës. Të bëj të fluturosh? Po, të fluturoj. Bëje me njëherë. Tani po shkoj t'i bëj një vizitë shkurtër asaj bishe të pashpirt. Zenki, është shumë e rrezikshme. Është më mirë se sa të ri ulur këtu, gjyshe. Unë mendoj se ka ardhur koha për të bërë hapin e parë. Shkopi dragojit të tokës! Shikoni, po hynë brenda. Forca! Forca! Zenki është në telashe! Mos! Zenki! 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 Ti nuk mund të dorëzohesh. Ju lutem të gjithëve, më jepni fuqi. Më jepni fuqinë e duhur për të luftuar. Ne duhet të bashkojmë fuqit. Çaki! Bëj erën të fryj, bëj ere të fryjn. O fuqi madhështore të qiellit. E jani tek ne. Kasha! Çaki, fjalët magjike të qiellit. Por çfarë është kjo? Goki, unë mund ta transformoj Zenki në angjëll mbrojtës përfundimtar. Zenki!
Raja, Zenki është këtu, angjëlli mbrojtës përfundimtar. Është fantastik! Fjalët magjike. Me sa duket Chucky arriti të marrë fuqinë e 5 dhe të fundit. Nuk mund ta besoj. Ajo e transformoi atë pa byzulukun magjik. Chucky, ti ke bërë atë që as Ozuna nuk e bënte dot. Oh, është e mahnitshme. Mere këtë, fuqia e dragojt, shëpat e art! Sëpata e artë e dragojt nuk po funksionon. Nuk po funksionon. Mirë atëherë, prite këtë. Dragua e artë, sulma! O jo! Zenki! 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 O mos, bisha egër! Zenki! Jo! Hë pra tani, Zenki! Kush është aty? Shikoje, bisha e egër nuk krahasohet me fuqinë e një demoni. Por si ka mundësi? Ne të pam kur ti ke vdekur! Po tani u ktheva. Jam këtu për të prishur rrjedhën e fatit tim. Qeni hynor! Mos më bëj për të qeshur. O, Zenki! Që nge mirë? Që nge ti? Je vrarë gjë, Zenki? Askush nuk më mund mua kaq lehtë, Chucky. Je me të vërtet shumë këmbgulës. Dhe më e bukur është se as ti nuk e ke kuptuar ende mësimin. Unë do ta shkatroj bishën e egër vetëm fare. E po bën mirë të mos jesh kaq i sigurt, miku im.